Prefekti i qarkut Dibër Nexhbedin Shehu ka inspektuar nga afër punimet që po kryen në pastrimin e kanalit ujë mbledhës mes dy lagjeve të qytetit të Bulqizës. Shehu tha se me mjetin e mbërritur nga Drejtoria e Bordit të Kullimit Durrës do të zgjidhet problematika e përmbytjes, ndërsa shtoi se shkak i saj është ulja tektonike e tokës, por edhe mungesa e pastrimit periodik nga ana e Bashkisë Bulqizë. Ka gati 2 javë që një pikë këtu ku bashkon e rrugës i lidh Bulqizën e re me Bulqizën e vjetër, tek terminali ka prani ujë, e kemi thënë dhe herë tjera, kjo ka si rezultat i uljes tektonike që ka psu toka për vitesh, por edhe si rezultati mos pastrimit kanalit të kësaj pjese. Bashkia Bulqizë prej gati 3 javësh po punon për pastrimin e kanalit, ndërkohë i kemi kërkuar Drejtorisë Rajonale të Bordit Kullimit në Durrës dhe ka sjellë një mjet ekskavator me krah gjatë, e cili punon nga dita e shtunë, sot është dita e 5 që punon për pastrimin edhe momentalisht ka dhënë efektet e veta, niveli ujit është ulur, por rezultat sot edhe i shirave që janë intensive edhe këtu në Bulqizë, nuk kemi rezultatin e pritshëm, ndoshta në 2-3 ditë të ardhshëm do ta kemi të pastruar zonën. Sa i përket situatës e krijuar nga moti i keq në të gjithë qarkun Dibër, prefekti Nexhbedin Shehu tha se nuk është alarmante, ndonse pranoi se ka problematika me shembjen e rrugëve rurale, kryesisht në bashkinë e Matit dhe ato të Bulqizës. Në gjithë qarkun dëmtime kemi patur më shumë në Burrel, kemi patur 3 shtëpi të dëmtuara, të përmbytura kemi pas 8 shtëpi në Mat, po kështu edhe Bulqiza ka dëmtime më të pakta, dëmtime ka më shumë në rrugë të rurale, prani ujë kemi pasur në akset nacionale ditë me shumë intensitet, por është majtë në kontroll, sot rrugët janë gjitha të kalueshme, shërbimet e bashkive, por edhe të qendrore që mirëmbajnë rrugët janë në punë, nuk kemi akse të bllokuara. Rreshtet e shiut pritet të vijojnë pa ndërprerje edhe gjatë natës, ndërsa në zonat e thella malore për shkak të uljes së temperaturave priten rreshje dëbore.